Vllaznia në basketboll përmeshkë nuk ka dalë në ndeshjen e dy gjysmëfinalit të play-off përballë Tiranës, në sfidën e zhvilluar në patin e sportit në Shkodër, ku Qipërutë e Kushtë munden me rezultatin 86-90 nga Bardhëbluti kryeqytetit. Pas ndeshjes trajneri i vllaznisë Eni Dhazani u shpreh i zhgënjur, por theksoi se vllaznia do të jap maksimumin në ndeshjen e tretë. Arbitrimi është ai që është. Nëse kena ndorë, jena përballë me këtë lloj arbitrimi gjatë gjithë kampionatit. Jam falënderues për publikun sot që ardhi me na mbështet. Pat me një fillim shumë të vështirë. Tirana nisi lojën shumë mirë, sidomos me gjyqjet nga 3 pikë, ku e mbyllën periudhën e parë 11-32. Dhe u përpoqëm me e kthy me mbrojtje në periudhën e dytë dhe barazu me pjesën, domethënë, shku me 33-12 në periudhën e dytë për ne. Patëm oscilacione shumë, edhe për mirë edhe për keq, gjatë gjithë ndeshjes. Duhet përpiqena me ul këto oscilacione, pra si për mirë, si për keq me kanë më konstant. Patëm edhe një dëmtim që s'na lejoj me pas ekipin në ritëm. Bradley George shkoi nxorri Brylin. Nuk dolme tamam ashtu siç desha në lojë. Edhe kur dolme pat me periudha shumë të shkurta. Ka më shanse për finalin profesor apo? Ne do shkojmë në Tiranë, do japim maksimumin në Tiranë, sido që të jetë. Siç kena luajtur gjitha ndeshjet, do vazhdojmë me luajt, do përpiqena mu përgatit më mirë për ndeshjen atje. Po të njëjtën gjë, jam i pakënaqur me mënyrën se si reagojmë në momente presionit ose në momente kur gjanat nuk po na shkojnë pak mirë, duhet të reagojmë fije më shpejt për ta ndrruar situatën. Kjo nuk më pëlqeu sot te skuadra jeme, nuk arrita dot me kthy ritmin një fije më shpejt. Pra u zgjat ajo momenti i keq. Sfida 3 do të luhet të shtunën në Tiranë dhe në rast një tjetër fitore të Tiranës, atëherë Bardhëblut kalojnë në finale.